LSDM kërkon të hetohet qeveria për kredin hungareze. Vëmërodë PMN thekson se LSDM-ja shtiret si pro-europiane për të mbuluar tradhtit kombëtare. BDI kërkon nga drejtori i MEPS-os të shpjegojë lidhjet me Republikën Serbe të Bosnjës. Vlemi thekson se BDI-ja sot mbron një projekt që dikur e kritikonin. Aksioni komunës Çajirit synon të largojë veturat e braktisura në parkingje. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu vlerëson se Serbia dështoi të krijonte një Kosovë pa shqiptar. Të nderuar shikues, përshëndetje. Partia opozitare LSDM i ka vënë marrëdhëniet e qeverisë në shkup me ish-pushtetin në Hungari në qendër fushatës së saj mediatike kundër kryeministit Mickoski. Partia ka kërkuar sot prokurorisë që të nisë hetime për kredin hungareze, për cilën pretendon se janë para me prejardhje nga Kina. Sipas LSDM-s, kredia kishte edhe kosto të fshehura, të cilat qeveria e Maqedonisë së Veriut kur nuk i bëri publike. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë kërkon nga prokuroria hapjen e hetimeve për kredin hungareze, që sipas LSDM-s, kryeministri në ardhje i Hungarisë Petar Maxar ka njoftuar se janë para kineze. Nga LSDM-ja potencojnë se para që Maqedonia e Veriut i mori në formë kredie nga Hungaria janë para që Hungaria mori nga Kina gjatë vitit 2024. Renomiraниот медиум Bloomberg вчера објави дека Унгарија објави претходно необјавени детали за заем од 1 милиарда евра, што владата на Орбан го земала од Кина во 2024 година. Истата година, кога Мицкоски го зеде кредитот од Унгарија со иста сума. Парите Унгарија ги земала од Кина истата 2024 година од China Development Bank, Export-Import Bank of China и унгарската филијала на Bank of China. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska thot se kredia kishte edhe kosto të fshehura, të cilat qeveria e Maqedonisë së Veriut kur nuk i bëri publike. Имаше скриени трошоци кои владата никогаш не ги соопшти. Над 1 милион евра беа префрлени за договорни услуги, но никогаш не се дозна дали се за банкарски провизии или за консултантски услуги. И се уште не се знае каде завршија овие пари. Освен дека ќе мора да ги вратат граѓаните. И во Македонија мора да има истрага за кинеските пари. Се што Маѓар сега го разоткрива во Унгарија, перење пари, контрола на медиуми, тајни бизниси, корупција, директно се пресликува и во Македонија. Kujtojmë se LSDM-ja kundërshtoi që nga fillimi në kuvent marrjen e kredisë hungareze, ndërkaq ndryshimi i pushtetit në Hungari ka hapur debat të fuqishëm edhe në vendin ton. Opozita për çdo ditë publikon akuza që vëmëron e lidhin me ish pushtetin Orban, po edhe me ish kryeministrin në Arati, Nikola Gruevski. Vëmërodë PMN pretendon se LSDM-ja po shtiret pro-europiane për të mbuluar tradhtit kombëtare që i bën gjatë kohës sa ishin në pushtet. Partia në pushtet akuzon partinë opozitare se retorika e tyre është mashtruese dhe në këtë rast përmend se e tillë është edhe përhapja e deklaratës së eurodeputetit dhe raportuesit për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian Thomas Vajc. Valentin Manasievski, antar i Komitetit Qendror të VMRO të PMN-s, ka reaguar me kritika të ashpra ndaj LSDM-s dhe liderit të saj Venko Filipçe. Ai deklaroi se LSDM paraqitet si një opsion pro-evropian, por sipas tij, gjithçka që thon vazhdimisht përgënjeshtrohet nga institucionet evropiane ose nga eurodeputetët. Manasievski theksoi se opsioni pro-evropian është një etiketë që LSDM dhe Venko Filipçe ia vendosin vetes vetëm për të dhënë justifikime të rreme, ku siç thot ai, për të gjitha tradhtit kombëtare që i bën gjatë kohës sa ishin në pushtet. Isto tako. Gjithashtu, edhe gënjeshtra që përhapën për deklaratën e eurodeputetit dhe raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, zoti Thomas Vajc, për të cilën ai vetëm një herë reagoi dhe përgënjeshtroi, përfundoi se Maqedonia ka përparim të madh në agjendën reformuese, të mos e harrojmë panikun, kaosin dhe histerinë që përhapën përfundet nga programi IPARD, e cila gjithashtu u përgënjeshtrua në njoftim nga Komisioni Evropian.
Manasievski pretendon se Venko Filipçe flet për interesa kombëtare kurse bashkëpartiaku i tij dhe antari i IOS, Rubin Zemon, i cili ishte pjesë e strukturës qeverisëse gjatë kohës së Zoran Zaevit, sipas tij kanë deklaruar publikisht se Goce Dellçev është i parëndësishëm dhe një mit. Ai po ashtu shtoi duke thënë se LSDM nën udhëheqjen e Venko Filipçes është i njëjti LSDM si ai nën udhëheqjen e Zoran Zaevit. Edhe sot Partia Opozitare Shqiptare i ka kërkuar përgjegjësi drejtorit të MEPS-os Burim Latifi për pretendimin se është dëmtuar buxheti i shtetit në shumën prej 6 milion eurosh. BDI-ja kërkon sqarim për lidhjen e një kontrate me një kompani nga Banja Luka, për cilën në publik ekzistojnë dyshime për afërsi me struktura politike nga Republika Srpska e Bosnjës. Në anën tjetër, koalicioni vlen thekson se BDI-ja sot mbron një projekt që drejtorët e saj kanë kërkuar të shkëputet. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vazhduar të kërkojë nga drejtori i MEPS-os Burim Latifi të sqarojë dëmin prej rreth 6 milion eurosh, që sipas tyre i shkaktuar shtetit. BDI thotë se është e papranueshme që një çështje kaq serioze, që lidhet me menaxhimin e mjeteve publike dhe përgjegjësinë institucionale, të mungojë transparenca dhe llogaridhënia. Kërkojmë përgjigje të qarta se pse për të njëjtën çështje është lidhur kontratë me një kompani tjetër nga Banja Luka, për cilën në publik ekzistojnë dyshime për afërsi me struktura politike nga Republika Serbe e Bosnjës dhe Milorad Dodikun. Nëse këto pretendime janë të sakta, atëherë lindin dilema serioze për procesin e përzgjedhjes dhe për interesin publik që është ndjekur. BDI thekson se vendimi i organeve për zgjidhjen e kontesteve DAP ka rezultuar me një dëm financiar për shtetin në vlerë prej rreth 6 milion eurosh. Ndërkohë, koalicioni vlen thekson se BDI sot mbron një projekt që drejtorët e saj kanë kërkuar të shkëputet. Sipas Vlenit, dikush në BDI sot ka interes të madh të mbrojë një projekt që për 5 vite ka pasur realizim vetëm 4%, ndërsa i ka kushtuar shtetit shuma të mëdha parash. Të rikujtojmë se iniciativa për ndërprerjen e kontratës me Energoinvest nuk është e sotme dhe as vendim personal i dikujt. Ajo buron nga menaxhmenti i mëparshëm i MEPS-os në kohën kur drejtori i sektorit juridik ishte Bilen Salii, ish ministër i drejtësisë nga radhët e BDI-s. Pra, një kuadër i BDI-s e ka nisur procedurën për ndërprerje, sepse edhe vetë kanë konstatuar se kontrata është jo funksionale dhe u kushton shumë qytetarëve. Sipas Vlenit, të njëjtin qëndrim e konfirmon edhe ish drejtori i përgjithshëm i MEPS-os, Kushtrim Ramadani, gjithashtu kuadër i BDI-s. 850 delegat pritet marrin pjesë në unifikimin e Vlenit në një parti më 9 maj. Këtë konfirmojnë nga ky koalicion duke njoftuar se kanë mbetur vetëm edhe një javë deri në formalizimin dhe përfundimin e këtij procesi. Nga Vleni thonë se më 9 maj, ditën e Kongresit dhe atë të Europës, pritet të ndodhë një nga bashkimet më të mëdha politike shqiptare në vend. Në sloganin Vlen 1, ky bashkim, sipas Vlenit, synon të jap fund fragmentimit politik shqiptar dhe të krijojë një përfaqësim më të unifikuar dhe të përgjithshëm. Këtë moment nga Vleni e cilësojnë si një moment historik që synon të forcojë zërin politik të shqiptarëve dhe të promovojë bashkimin si vlerë thelbësore politike. Komuna e Çajirit ka nisur një aksion për largimin e veturave të prishura që ka kohë që janë parkuar në hapësira publike. Sipas njoftimit të shpallur më 15 prill, pronarëve u jepeshin 8 ditë kohë për të larguar këto mjete, ndërsa afati ka kaluar ka ende vetura që duhet të largohen. Ky është njëri prej parkingjeve në komunën e Çajirit, në cilin ka ende vetura të prishura që rrin prej kohësh. Hapësira që kanë zënë është një barë më shumë për qytetarët që kanë nevojë të parkojnë veturat e tyre në këtë hapësirë të rrugës John Kennedy në Shkup. Banorët ankohen se shumë herë duhet që të presin shumë për gjetur një vend të lirë. Ndërkohë që nga data 14 prill, Komuna e Çajirit ka nisur një aksion për të paralajmëruar pronarët e këtyre makinave që t'i heqin ato. Pronarëve u janë dhënë 8 ditë kohë për të larguar këto mjete. Në një publikim në rrjetet sociale, kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, deklaroi se qindra vetura që prej vitesh zën hapësira publike, pa lëvizur dhe pa funksion, po largohen një nga një. Kjo do thotë më shumë vend parkingje për banorët, më shumë rend dhe më shumë siguri në lagjet tona. Ky aksion sjell hapësira të lira për parkim, qarkullim më të lehtë dhe midis më të pastër dhe më të rregullt, deklaroi Mexhiti.
ndërsa afati i dhënë nga komuna ka kaluar, ende gjenden vetura që mbesin në hapësira publike dhe duhet të largohen. 1 maj ka qenë ditë e ngarkuar për policinë. Ministria e Punës Brendshme njoftoi për arrestime të shumta të ndodhura në lokacione të ndryshme, ndërkohë një shtetas i huaj është arrestuar nga policia e stacionit Bitpazar në ndyshimet se ka dëmtuar rreth 16 vetura në territor të komunës së Çajirit. Ndonë se një pjesë e qytetarëve festuan e një pjesë e tyre protestuan, 1 maj ka qenë ditë e ngarkuar për policinë, e cila ka raportuar një numër të madh të aktiviteteve të ndërmarra me qëllim ndërprerjen e sjelljeve devijante. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë për arrestime të shumta të ndodhura në lokacione të ndryshme. Më 1 maj 2026 në orën 16 në Shkup, në lokacione të ndryshme nën punës policor nga SPV Shkup, i privuan nga liria M.R. 25 S.B 21 dhe një të mitur, të gjithë nga Shkupi, Z.T 42 dhe V.N 26 të dy nga fshati Volkov, rrethina e Shkupit, si dhe M.B 19 nga fshati Konjare e Poshtme, rrethina e Shkupit, pasi te ata ishte gjetur dhe konfiskuar një substancë pluhërore e bardhë dhe marijuhan. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojnë para shtresa përkatëse. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu njofton se me 1 maj në SPV Shkup një 39 vjeçar ka denoncuar se pas një mosmarrëveshjeje verbale është sulmuar fizikisht nga një 31 vjeçar me prejardhje po nga kryeqyteti. Policia ka njoftuar për arrestime edhe në pikën kufitare Deve Bajër. Më 1 maj 2026 në orën 21:10 në pikën kufitare Deve Bajër në hyrje të shtetit nën punës policor e privuan nga liria M.I.G 57 nga Republika e Turqisë. Pasi gjatë kontrollit kufitar në një autobus me targa turke të cilin ai e drejtonte, ishte konstatuar se kishte paraqitur për kontroll karton të gjelbër të falsifikuar ndërkombëtar. Ai u dorëzua nën punësve policor të NPB Kriva Pallang për procedim të mëtejme. Ndërka që është njoftuar gjithashtu se një shtetas i huaj është arrestuar nga policia e stacionit Bitpazar në ndyshimet se ka dëmtuar rreth 16 vetura në territor të komunës së Çajirit, ndërkohë në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria personat me inicialet DK 50 vjeçar nga fshati Pirok dhe FJ 24 vjeçar nga fshati Dëbërc, sepse gjatë kontrollit të mjetit të tyre BMW me targa të Tetovës janë gjetur 4 paketime me lëndë pluhur të bardhë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar një projekt strategjik i cili sipas tij do ta ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si ofrohen shërbimet shëndetësore në Pollok. Bëhet fjalë për transformimin e plotë të Spitalit Klinik në Tetov me një investim prej 74 milion euro. Gjithë objektet ekzistuese do të renovohen dhe modernizohen plotësisht, do të pajisen me teknologji dhe pajisje mjekësore bashkëkohore, ndërtesat do të lidhen me korridore të ngrohta funksionale për garantuar lëvizje të sigurt dhe efikase të pacientëve dhe stafit. Do të ndërtohen 2 objekte të moderne dhe gjitha shërbimet do të riorganizohen në një infrastrukturë të integruar dhe kompatibile. Ky është vizioni ynë për shëndetësinë, nga ndërtesat të ndara dhe të amortizuara në një sistem të integruar, funksional dhe të menduar për të ardhmen, nga një sistem që vonon në një sistem që reagon në kohë, theksoi Aliu. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka privuar nga liria 14 persona për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Prej tyre 5 kanë drejtuar automjetet pa patent shofer, ndërsa 7 persona kanë drejtuar automjetin në ndikim të alkoolit. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë territorin e shtetit, nën punës policor kanë privuar nga liria 14 persona për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. MPB bën të ditur se prej tyre 5 kanë drejtuar automjet pa patent shoferi, ku siç thonë ata, një prej tyre ishte i mitur. 2 kanë drejtuar automjet pavarësisht ndalesës aktive, ndërsa 7 persona kanë drejtuar automjet në ndikimin e alkoolit, njoftuan nga MPB. Policia bën të ditur se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të ngrihen kallëzime përkatëse penale, po ashtu MPB bën apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjet pa e dhënë provimin për patent shoferi ose nëse janë në ndikimin e alkoolit, me qëllim që të ketë një komunikacion më të sigurt.
Biznesmeni Jordan Kamçev nuk ka të drejtë të kërkojë 1.5 milion euro si dëmshpërblim për rastin reket për cilin u dënuan ish prokuroria speciale Kadisa Janeva dhe Bojan Jovanovski. Bëhet fjalë për një procedurë civile në cilën biznesmeni kërkonte që ata t'ia kthenin paratë që ai pretendon se i kishte dhënë si rishfet. Në vitin 2022 ai ngriti padi kundër Janevës, Jovanovskit dhe Zoran Milevskit Kiçec, por më pas hoqi dorë nga padia ndaj Milevskit. Pasi gjykatat më të ulta refuzuan padinë e tij, ai paraqiti kërkesë për rishqyrtim në Gjykatën Supreme, e cila vendosi se ai nuk ka të drejtë mbi këto para dhe se në rastin e reket ai nuk konsiderohet pale dëmtuar, raporton Prizma. Jovanovski dhe Janeva kaluan disa vite në burg për reket, ndërsa tani janë në liri. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se moti nesër pritet të jetë me vranësira të ndryshueshme, ndërsa sipas tyre në mëngjes priten rreshtet të herpashershme lokale të shiut. Drejtoria thekson se ka fundi ditës vranësirat do të paksohen dhe se do të fryjë erë mesatare, e cila her pas here do të forcohet në drejtim verior. Drejtoria ka theksuar se ditën e hënë dhe ditën e martë moti kryesisht do të jetë i njëjtë me diell dhe sipas tyre me vranësira të pakta lokale ku do të fryjë erë lehtë, kurse ditën e mërkurë moti pritet të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Vazhdojmë më tej me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Ushtruesjet e tyre së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka marrë pjesë në Akademinë përkujtimore në nder të masakrës në studimet të vushtrisë, ku ka deklaruar se Serbia donte një Kosovë pa shqiptar. Ai tha se ky projekt dështoi për shkak luftës shqirimtare, sakrificës së martirëve dhe dëshmorëve. Njerëz të pafajshëm u vranë sepse ishin shqiptar dhe sepse Serbia donte një Kosovë pa shqiptar. Sot ne jetojmë Republikën e Kosovës sepse ai projekt ka dështuar. Dështoi sepse qëndresa ishte e popullit tonë. Dështoi nga lufta çlirimtare, dështoi nga sakrifica e martirëve dhe e dëshmorëve tanë. Dështoi nga ndërhyrja e aleatëve tanë perëndimor. Dështoi sepse vullneti për liri ishte më i fortë se terrori. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth ka urdhëruar të rreqen afër të 5.000 trupave nga Gjermania brenda vitit të ardhshëm. Ky vendim erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se tarifat për makinat dhe kamionët nga Bashkimi Evropian do të rriten në 25% javën e ardhshme, duke akuzuar bllokun evropian se nuk po respekton një marrëveshje tregtare të nënshkruar verën e kaluar. Pas njoftimit të Pentagonit, ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë tha më 2 maj se tërheqja e trupave amerikane nga vendi i tij pritej, duke shtuar se Europa ka nevojë që të bëjë më shumë që të ofrojë siguri për vete. Që trupat amerikane po tërhiqen nga Europa dhe po ashtu nga Gjermania ishte diçka që pritej. Ne, europianët, duhet të marrim më shumë përgjegjësi për sigurinë tonë, tha ai. Ndërkaq, NATO e deklaroi se po punojnë me SBA-n për të kuptuar vendimin e Washingtonit për reduktimin e numrit të trupave në Gjermani. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55 me lajmet qendrore. Mirëmbëjtje të vetë. Ne nuk duam vetëm të transmetojmë, por edhe të frymësojmë. Asnjëherë mos e nënvlerësoni